Të nxjerrë jeta me shpresoj që jeni mirë. Sot kom ju tregu se çka ha unë si snack ose ndryshe healthy snack. Çka preferoj më shumë të më hongër kur du më hongër diçka jashtë orareve të mëngjesit, drekës edhe darkës, edhe pse darkën mundohem me largu komplet mos më hongër hiç. Po si do që tjetë, po ju tregoj se në këto mes shujtave çka preferoj më hongër edhe çush mundohem me hongër gjana të shëndetshme. Me hongër gjana të shëndetshme. Si fillim, po ja u prezantoj standullin tim të ri që ma ka ble qika e Axhit, ma ka pru prej Gjermanisë, edhe ma ka ble për ditëlindje, edhe I'm just obsessed. Jam tepër e obsesionume me qëtë standulli, se kur ka qenë ajo në Kosovë, më ka pëlqyer shumë se e merr gjatë gjithë kohës me vete, sidomos verës, edhe është shumë e rëndësishme me qenë hidratume edhe me pi sa më shumë ujë, kështu që prej atij momenti kam thonë që okay, kam i ble, edhe për ditëlindje ma ka ble qika e Axhit, kështu që jam tepër shumë e lumtur. Edhe tash kam ju tregu se çka vendosi këtu përveç ujit. Për ndryshe, mu më pëlqen shumë mango, shega, avokado, qepa, hudra, farat e ndryshme, për shembull farat e kungullit, sojat. Kështu që sot, si healthy snack, kom vendos me ble një mango, pak e kam prej, por nuk kam ditë me prej. Nuk kam ditë me prej mirë. Edhe tepër e shëshme, për ndryshe mu më pëlqen mango shumë, edhe dragon fruit, edhe mollat japoneza. Sidomos mollat japoneza, kur kam qenë në Shqipëri kam hongër shumë molla japoneza. Këto e kam pas shumë vështirë me gjetë, po tash po shoh që në shumicën e vendeve ka. Edhe kombinimi me soja dhe me mango është i mrekullueshëm. I love this. Këtë varësisht prej shijeve, se çka të pëlqen me kombinu, unë kam u mundu me i nda në video të ndryshme këto healthy snacks se qysh i kombinoj unë personalisht, po për momentin e kemi mangon edhe farat soja, edhe për ndryshe sojat janë shumë të mira, edhe janë shumë të shëndetshme dhe kanë shumë benefite. Tash, deri më herët standulli ka pasur ujë, po kësaj here kemi me mbush me diçka tjetër, që prap konsiderohet ujë. Uji jemi preferuar, sidomos në kohën e provimeve, që është antistres, që me të vërtet funksionon shumë, për shkak të përmbajtjes, është kjo prej fruktalit, që është me levand edhe me dardh. Që nuk më kujti keq shumë e thonë dardh. Okay, edhe kam vendos në standulli që me pas gjatë kohës kur unë studioj për mësimet e mia dhe provimet e shkurtër. Për ndryshe, ju kom shkru në Cozy with Tringa që shumë e fat që nuk kisha provime për shumë Valentin. Lucky me! Ky ujë për ndryshe, unë pëlqen shumë, shumica e njerëzve që i kom sugjeru me ble ujen nuk ju ka pëlqy, po ju mund ta provoni. Për mu, personalisht, ka funksionu shumë edhe më ka pëlqy shumë. Pas ka shumë kjo. Gjys litre shenka, se pas kam pik asnjëherë. Se unë bësh standulli, me 2, e unë i kam ble 6 të mendu që s'ka me mdal. Okay? Edhe tash, jemi gati për me ushqy shëndetshëm edhe me mësu së bashku. Tepër shumë e du qëtuj. E jo, më shkruani në për komente se çfarë kombinimi bëni të ushqimeve të shëndetshme, që duken shumë interesante, ndoshta të tjerët nuk i bëjnë, por juve ju pëlqejnë shumë. Deri në videon tjetër, ju dua dhe ju përqafoj. Miropafshim!